Punimet për ndërtimin e sistemimit kanalizimeve për ujërat e përdorura në njësinë administrative udhënisht vazhdojnë me ritme të avancuara, ndërsa projekti pritet të përfundojë brenda 15 muajsh. Punimet u inspektuan personalisht nga kryetari i Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli, i cili ndoqi nga afër progresin e punimeve dhe ritmin e realizimit të këtij investimi madhor. Do ta bënim këtë që të bëni për rrugën, se ndryshe pastaj duhet ta prishnim. Si kin çajë? Si ju duket juve? Ju bën punë? Ju vetëm rrugë po nash. Po rrugën ne po s'bësh kjo, s'kishim si ta. Prandaj edhe u vonua se unë jam kam probleme di unë kam na kapëm torti. Mos keni merak se rrugën e kam planifikuar unë, po s'bësh. Deri tani janë realizuar mbi 30% e punimeve, duke përfshirë rrjetin e kanalizimeve dhe dekantuesit. Ky projekt do të zgjidhë një problem të kajershëm që shqetësonte familjet dhe ndotësit e ujërave të liqenit, duke përfshirë të gjithë fshatrat, Hudënisht, Mëmlisht, Piskupat, Lin, Buqez, Pole, Gurikuq dhe Çevenak. Pas përfundimit të punimeve, do të vijojnë ndërhyrjet në infrastrukturën rrugore, duke siguruar mbrojtjen e liqenit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për banorët.